Institucioni financiar IPAS me moton shoku ytë, mbetet shoku e partneri më i mirë në çdo situatë. Menaxheria e zyrës IPAS në Prizren Arlinda Regjaj, me këtë rast përmes mikrofonit ton, ka folur për shërbimet dhe të mirat që mund t'i kenë nga IPAS për të kryer një varg shërbimesh financiare në lehtësimin e punëve dhe angazhimeve të tjera. Së pari faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë që ju na keni dhënë si televizion në mënyrë që ne të promovojmë produktet dhe shërbimet që IPAS si institucion financiar prezanton. Do doja që një prezantim të shkurtër të institucionit ton ta bëja para klientëve në mënyrë që të jenë sa më afër. IPAS është institucion financiar, jo bankar, i cili realisht ofron shumë mundësi, në këtë rast ofron produkte dhe shërbime digjitale dhe thënë ndryshe quhet edhe sikur bank fintech. Është institucion financiar i licencuar prej Bankës Qendrore të Kosovës dhe kuptohet që me këtë rast ju ofron shumë mundësi digjitale, duke filluar kështu nga llogarit, hapjen e llogarive, pajisjen me kartel, transfere vendore dhe ato ndërkombëtare, të shpejta, efikase dhe mjaft të sigurta për klient. Përveç kësaj, IPAS ofron edhe shumë mundësi të tjera si kredi dhe këshillime për investime. Zonja Regjaj po kështu me këtë rast ka shpjeguar lehtësirat e efikasitetin që mund të ofrojë IPAS për të gjithë. IPAS realisht operon me më shumë se 5 vite. Realisht në Prizren ka një aktivitet prej 2 viteve dhe klientela është mishruar pak a shumë më tepër me institucionin ton financiar. Megjithatë, ne kemi nevojë që klientave tanë t'i ofrojmë sa më shumë mundësi për pagesa, t'i ofrojmë sa më shumë njohuri lidhur me atë se si veprohet dhe si mund t'i qasen më së lehti IPAS-it. IPAS-i karshi institucioneve të tjera, po mendoj karshi bankave apo edhe institucioneve tjera financiare jo bankare, është një hap para. Pse them këtë? Është për faktin që ju krijon shumë mundësi më të lehta për me u qas. Shkarkimi i vetëm një aplikacioni në formën digjitale përmes telefonit që besoj shumica e klientelës tashmë ka një smartphone. Momentin që veç e shkarkojnë në telefon aplikacionin e IPAS-it në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të sigurt mund të antarësohen direkt në institucionin ton. Duke mundësuar kështu aplikimi për një llogari, llogaria mund të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme, duke nisë nga transferet vendore dhe ato ndërkombëtare, po ashtu edhe aplikime të ndryshme për kredi digjitale. Kështu që kësaj është një hap para, nuk praktikohet ajo forma klasike e klientave që deri tani kanë shkuar në formë fizike dhe kanë bërë kërkesa për kredi. Në këtë rast, duke qenë në shtëpi, duke qenë në zyre, apo kudo që t'jeni, duke pirë kafe, mundesh lirisht me u qas në aplikacionin IPAS dhe të kryesh shërbime financiare sa i përket secilës familje ose kërkesës që veç e ka. Tashmë këto duhet ta dinë dhe ta dinë se sidomos ato familje që kanë atë mërgatën e tyre dhe padyshim se ka nevojë për transfere parash në vendlindje. Pikërisht është ky lloj digitalizimi që e karakterizon. Dhe ndomja nga ajo klasikja, nga banka klasike deri tanishme. Megjithatë, ne jemi një hap para sa i përket transfereve ndërkombëtare. Ne e dimë shumë mirë që familjet tona, secili nga ne të paktën e ka një familjar në botën e jashtme, në diasporë. Dhe ma merr mendja që secili presim remitenca prej familjarëve tanë. Në këtë rast, ne mundsojmë hapjen e një xhirollogarie në IPAS, me që rast mundësia për të pranuar mjete në llogaritë e tyre, me një provizion vetëm prej 3 euro, është shumë i thjeshtë dhe shumë i lehtë. Përndryshe, sa i përket pakove të ndryshme që ofron IPAS, aq më tepër tani jemi me një kampanjë që thirret Pako Integra, është pako e cila ju shërben thuajse të gjitha familjeve. Në këtë rast më tepër familjeve që kanë pritshmëri nga remitenca, domethënë pritshmëri nga diaspora. Me këtë rast ata mund të pranojnë transfere pa kufi, pa limit përmes kësaj llogarie, pa asnjë problem, domethënë pa asnjë komision shtesë. Këtu hyn edhe pagesat vendore. Kur them pagesat vendore, nuk kupton pagesat e ujit, pagesat e rrymës, pagesat ndaj komunës e gjëra të tilla, të cilat janë pa fare pa asnjë komision. Dhe krejt kjo mund të arrihet vetëm përmes shkarkimit të aplikacionit në telefonin e tyre dhe kërkesës për Pakon Integra. Ma merr mendja që kjo kishte me lehtësu jetën e secilit qytetar
në mënyrë që me i kry të gjitha këto farlloj obligime që kanë të bëjnë shumë në aspektin financiar të secilës familje. Pra mos të harrohet se IBAS bën transfere, hap llogari rrjedhëse, mundëson mjete pa kufitë të rriqen shpejt dhe me efikasitet. Mbani mend dhe binduni se IBAS është në shërbimin tuaj. IBAS, përderisa juve që keni ardhur dhe na keni dhënë hapësirën, unë me dëshirë do doja që t'i drejtohem qytetarëve për t'i thënë që vizitojeni IBAS, shkarkojeni aplikacionin IBAS dhe njihuni më tepër me produktet dhe shërbimet tona. Pasi ato janë të thjeshta, të sigurta, efikase, janë mundësi të krijojnë një mundësi të shumtë edhe për kreditim, por njëkohësisht edhe për hapjet llogarisë, të cilat mund të shfrytëzohen edhe për marrjen e pagës. Nuk është thjesht një institucion i cili mundson vetëm pagesa, mundson të gjitha solucionet të cilat deri më tani i ka ofruar një bankë klasike, kurse banka fintech si shtiret edhe ndryshe IBAS ofron shumë siguri, efikasitet dhe është e përkushtuar mjaft mirë që shërbimi ndaj klientit dhe konsumatorit në këtë rast të jetë prioritet. Për ne klienti është shumë i rëndësishëm, klienti është numër 1 dhe rrim me shpresë që neve do të na vizitojnë dhe do të na bashkangjiten ashtu siç na janë bashkangjitur edhe për këto 2 vite të tjera. Po flas për Prizrenin, për ndryshe, për vite të tëra IBAS kanë në portfolien e tyre një numër të madh të konsiderueshëm të klientave. Shfrytëzoj rastin t'i falenderoj të gjithë ata që janë klient aktiv me ne, po megjithatë bëj kërkesë edhe për të gjithë klientët e tjerë të cilët janë të interesuar, mund t'i qasen IBAS-it qoftë në formën fizike në pikën tonë në Prizren, apo edhe në formën e tjetër digjitale. Faleminderit shumë nga ju. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.